Në zbatim të vendimit të gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, prokuroria pritet të rihap hetimet për Gjergj Cukalin, i dyshuar për vrasjen e ish policit Arben Bilali, 7 vite më parë në zonën e Selitës në kryeqytet, por teksa prokuroria do duhet të realizojë detyrat e caktuara në vendimin e gjykatës, News 24 ka mësuar se lidhur me këtë ngjarje, gjatë një seance në gjykatën e posaçme, është rrëfyer i penduari i drejtësisë Enver Jamaku. Mbi bazën e dëshmisë së Jamakut, Gjergj Cukali është gjetur fajtor për atentatin e mbetur në tentativë ndaj Gjon Menës në Kamës, si dhe janë dënuar edhe disa persona të tjerë për krime të rënda. Lidhur me vrasjen e ish policit Bilali, i penduari i drejtësisë flet ndër të tjera për një bisedë të zhvilluar mes tij dhe një personi të identifikuar me novkën Ad Bomi. Ai shpjegon se shkoi te Xubi i Zberishit, ku i referohet shtetasit Fatmir Avdillari për të marrë një automjet, pasi kishte rezultuar me problem shasie dhe ndërmjetës për shitjen ishte Ad Bomi. Kur kam takuar Xubin e Zberishtit, Adi më ka thënë mos i jep muhabet këtij lale, se ky është hasmi i Gjergj Cukalit, pasi Gjergji i ka vrarë shokun e tij Arben Bilali dhe vëllain e tij Rrëfen Jamaku. I penduari i drejtësisë pretendon se të njëjtën bisedë ka zhvilluar edhe më vonë me Ad Bomin dhe ai ka konfirmuar të njëjtën gjë. Lidhur me këtë ngjarje, i penduari i drejtësisë nuk jep detajet më teshme në dëshminë dhënë përpara gjykatës së posaçme, por me rihapjen e dosjes, hetuesi do duhet të pyesin të penduarin për të rrëfyer versionin e tij për këtë ngjarje dhe mënyrën se si ka siguruar informacionet. Disa kohë më parë, gjykata e apelit vendosi të prish vendimin e gjykatës së Tiranës, që pati pushuar më herët hetimet për Cukalin dhe të urdhëroi prokurorinë ta hetojë fortin e Mysymshyrit për akuzat e vrasjes me paramendim në dëm të Arben Bilalit dhe armbajtjes pa leje. Në 2020, me kërkesë të prokurorisë, gjykata e Tiranës pushoi çështjen ndaj Cukalit për mungesë provash, pasi ADN-ja e gjetur në një shishe plastike që u zbulua në automjetin e përdorur në vrasje, u konsiderua prove pavlefshme. Arben Bilali, ish punonjës policie, u ekzekutua në zonën e Selitës në 2019, ndërsa më herët ishin vrarë edhe 2 vëllezrit, Bujar Bilali në vitin 98 dhe Leonard Bilali, ish mundës i Dinamos në vitin 2010.